Djalë, du të jem ndihmë për familjen, edhe kur i kam filluar të vozis, ka qenë si ndihmë për familjen më shumë, për të ndez një makinë që i kishte rënë bateria. Po aty ndez ajo bateria ndoshta brenda meje që nuk është fikur deri në këto momente. Me gara në mënyrë profesionale kam filluar në vitin 2019 në Kosovë. Në garën e parë kemi qenë rreth 50 ose 60 gra. Nga ajo garë, sot jemi 4 ose 5 ose 6. Çka ka ndodhur kështu? Kjo ka ndodhur pikërisht për këtë arsye, që arsyeja kryesore mendoj që është paragjykimi që ju bëhet grave që merren me këtë sport, që në gjenezë, domethënë, njihet si një sport ose etiketohet si një sport për burra, për meshkuj, edhe pasaj vështirësitë financiare ja vënë vulën, domethënë, të vështirësisë si sport. Unë sapo jam kthyer nga Çekia, po të thuash dikuj që si grua i ke hyrë makinës vet nga Prishtina, ke shkuar në Çeki, ke bërë afërsisht 2000 km për të shkuar, edhe 2000 km për të kthyer, dhe ke marrë pjesë në 2 gara të kampionatet të Europës qendrore, që do të thotë nuk janë thjesht një garë, një gjë e thjesht, por është diçka serioze dhe diçka që vlerësohet. Dhe ta bësh gjithë këtë rrugtim vetëm ideja, kur ta mendosh, domethënë 4000 kilometër, të marrësh përsipër gjithë atë rrugë, vështirësitë që mund dalin, problemet që mund të dalin makinës, ose thjesht kalimin nëpër shtetet huaja, edhe aq më tepër nëpër fqinjet që ne kemi rreth rrotull, është sfidën vete. A të bjen me pas probleme kështu në rrugë, pezojmë me shtetin fqen ose me çka ballafaqohesh gjatë rrugës? Jo. A ndjesh e kërcënume në ndonjë moment? Te unë në mu si brun, jo. Por në çdo moment mund ndodhen ato probleme, se ato makina hekura është, në fundit një defekt nëse ndos, edhe mekanik po t'jesh majt mali nuk e se çfarë ti bësh. Po thjesht ajo iniciativa edhe guximi që ti ta marrësh e vet me këtë rrugë, do të thotë që me të vërtetë brenda teje flet diçka që është më e madhe se sa ajo që mund të njihet si një sport i burrave ose i grave. Brenda teje është një ndjenjë që ti mund të triumfosh, një ndjenjë që ti mund t'ja dalësh në çdo situatë, një ndjenjë që është një vendosmëri për të shkuar deri në fund asaj që ti synon. Edhe unë këtë vit e kam synimin që të ndjek të gjithë garat e kampionatit evropian, pavarësisht të rezultateve. Është hera e parë që një grua ndjek të gjithë kampionatin, një grua nga Kosova, ndjek të gjithë kampionatin në këtë disiplinë. Mund të quhet si një disiplinë shumë e thjeshtë, po kushdo që e mendon që është e thjeshtë, le të vijë aty dhe ta tregoj. Domethënë thjesht po them, vetëm ideja që të nisesh, unë do nisem pas 2-3 ditëve për Slovaki, me siguri që prapë do të jem vetë, edhe nuk e mendoj fare atë idenë e stepjes ose kthimit ose mos shkuarjes. Shpresoj që Zoti nuk bën që të ndodhi diçka për anën shëndetësore ose diçka në familje, po për sa u përket problemeve që mund dalin rrugës, nuk më dalin. Çka janë komentet e shoqërisë rrethet kur të dëgjojmë për këto ëndrrën që tu e ndjek? A kanë frikë për ty ose Në fillim e kam parë kështu si një hobi që është aty brenda lagjes, ose brenda qytetit, ose hajt brenda Kosovës, po mbakën ja 2-3 gara aty dhe po shkon. Pastaj kur kam filluar që ta kuptojnë që me të vërtetë që ti nuk po ndalesh, sepse është edhe kjo ana që ti duhet tregosh që unë jam e vendosur për ta arritur këtë gjë. Edhe unë mendoj që çdo grua për synimet që ka, thjesht mund të vonohet koha për t'i arritur si synime. Por jam e bindur që për çdo gjë që ata synojnë, e gjejnë rrugën për t'ja dalë. Edhe unë, kur ja kam filluar të merr me këto gara, familja im, unë kam pas vajzën e vogël, unë jam nënë e 3 vajzave. Kur them jam nënë e 3 vajzave, e them me shumë krenari dhe e them me shumë përgjegjësi dhe e them me shumë si një nxitje edhe më e madhe, që çdo gjë që ta bëj të reflektojë pozitivisht, fillimisht te fëmijët e mi, pastaj te tjerët. Dhe si e tillë, ndihem shumë fish përgjegjëse për gjithçka që bëj. Ndihem shumë fish përgjegjëse që ajo që bëj të lërë një gjurmë pozitive, edhe në të ardhmen, ashtu si xhaxhai im është sportist, dua që edhe fëmijët e mi të jenë sportistë. Me këtë sport ose një sport tjetër pa rëndësi ka, por mjafton që gjurma e prindrit të tyre të ketë ngelur në historinë e sportit
në Kosovë. Për sa përket paragjykimeve brenda rrethit, është për gjinin tjetër është e vështirë ta pranojnë që një grua i mund. Por në anën tjetër, për një grua për të arritur, sepse ne nuk garojmë në të njëjtat kushte. Asnjëherë nuk garojmë në të njëjtat kushte. Në momentin unë po flas për vete, kur ja kam filluar gareve, e kam pas vajzën e vogël 9 muajshe. Imagjino, unë akoma se kisha marrë veten nga lindja, edhe vendosa që të marr pjesë në gara. Familja ime e shifte me frikë, por prap vendosa që të pas sillin një makinë, e pan dhe e pash dhe e pan të gjithë, përveç familjes time, domethënë, që ajo dëshira ime, që kisha nisur prej 9 vjeç, aty e kishte piknisjen për të bërë diçka e madhe. Dhe sot unë e them me krenari që i mbaj mbi 50 çmime dhe as nuk e mendoj kthimin mbrapa dhe as nuk e mendoj që të ndalem në këtë gjë që unë e kam dëshmuar që di ta bëj shumë mirë. Ti mund të thuash që a duhet patjetër t'ua dëshmosh njerëzve që ti di ta bësh shumë mirë në diçka që ato të mbështesin. Së pari unë ndjes si përmbushje personale, dhe në momentin që e ndjes si përmbushje personale, pastaj mendoj që ndihem e gatshme për t'u argumentuar edhe të tjerëve se pse është i nevojshëm inkuadrimi në këtë sport dhe pse është i nevojshëm kontributi nëpërmjet këtij sporti në shumë gjëra që i shërbejnë shoqërisë. Unë nuk e shoh veten thjesht si një garuese, unë e shoh veten më shumë se sa aq. A gjendesh shpesh në debate me gjinin mashkullore për tema që lidhen me sportin? Me gjinin mashkullore ju them aty është gara, merrni makinat, hajden. Ndryshe nuk mund